Ajo agjensi natyrisht është e domosdoshme se merret me punësimin. Por unë kam përshtypjen se komunikimi midis agjensisë së arsimit dhe formimit profesional me agjensinë e punësimit është i pamjaftueshëm. Dhe natyrisht janë ruajtur rolet që Agjencia e Arsimit dhe Formimit Profesional merret me standardet, pra me standardet e arsimit dhe të formimit, ndërsa Agjencia e Punësimit ka detyra më operative. Në qoftë se të dyja do ishin brenda një autoriteti, unë kam përshtypjen se për Shqipërinë mund të funksiononte më mirë. Dhe ky ka qenë një model që e kemi pas diskutuar me partnerët e huaj. Profesor, së fundi dua 2-3 pyetje për arsimin e lartë të kërkimit shkencor, të cilat janë natyrisht tëmbra, jo ndoshta tëmbra akilit, por janë gjërat më të diskutuara në vend sot. Për shembull, po lexoja disa statistika, të cilat ishin vërtet shqetësuese. 40% e diplomave janë pa lidhje me profilin përkatës. 49% e universiteteve, pra gjysmë e tyre, s'kan lidhje me kërkimin shkencor. 45% e pedagogëve në universitetet publike janë pa gradën doktor. Pra janë me master. I nxori dhe raporti vet i bordit të akreditimit. Gati gjysmat e tyre janë part-time, pra janë me kohë të pjesshme, pra jo efektiv. Do të thënë, si e shikoni situatën e arsimit të lartë, e cila natyrisht dhe pastaj lidhja e tregut me të punës, do të thënë me kurrikulat, që natyrisht është një çështje shumë e ndjeshme në botën e sotme. E gjitha shkon tek çështja e parë që diskutuam, prioriteti. Unë kam përshtypjen se akoma ne nuk kemi një minimum kritik i konceptimit se si mund të jetë arsimi i lartë për një vend që synon të hyjë në BE, në Bashkimin Evropian. Unë e kam këtë përshtypje. Pse? Po të shohësh buxhetin dhe ai buxhet që ka arsimi i lartë në Shqipëri sot është sa 30-40% e një universiteti në Vjenë që ka 7.000 studentë. Por nuk po ju çojnë në Vjenë, po ju çojnë në Turqi. Bokun për shembull Vjenë. Po ju çojnë në Turqi, po të doni, dhe pra buxheti që Shqipëria akordon për arsimin e lartë është sa një buxhet i një universiteti në Turqi që ka 10-15.000 studentë. Jo më shumë. Tani më thoni ju mua, kështu zhvillohet. Dhe ju përmendët këto statistika i nxori vetë raporti bordit të akreditimit të qeverisë. Do në fakt u habita se në 2026, në qoftë se ti ke 40% të pedagogëve të mësimdhënës janë me master, do të thotë jenë në nivelin e gjimnazit. Se mësues të gjimnazit janë. Në qoftë se ti prap 40-45% sa ishin janë pedagogë të jashtëm, me kaq pedagogë të jashtëm, arsim i lartë cilësor nuk ka. Praktikisht shkuar te ajo tradita, ose rast sa njerëz që t'japin mësim dhe tik. Po pse ndodh kjo, profesor? Kjo ndodh sepse femra e kelit nuk është kuptuar, dhe është ajo që ju thatë. Lidhja me kërkimin. Prandaj edhe sot ka filluar diskutimi për ligjin e ri. Dhe që gjysma e universiteteve s'kan lidhje fare me kërkimin shkencor. Por, dhe këtu duhet bërë një diferencim. Dhe pse ndodh kjo? Sepse ne kemi në ligj të diferencuar kolonën e universiteteve. Kolona e universiteteve ka parakusht që duhet bëjnë kërkim shkencor. Dhe as ata nuk kanë këtë, të gjithë. Pastaj kemi kolonën e kolegjeve universitare, kemi kolonën e akademive profesionale. Tani të paktën këtë kolonën e universiteteve, ne duhet ta garantojmë që kjo vërtet bën kërkim. Por ka një nonsens. U diferencuan, por ne punojmë me standardet e para 20 viteve. Standardet e para 20 viteve nuk mund të na shërbejnë për jo për 20, por ndoshta as për 5 vitet që vijnë. Dhe gjëja e parë që duhet bërë është në qoftë se je i kualifikuar, le të themi i akredituar si universitet, duhet përballesh me standarde të tjera. Duhet rritur steka e standardeve, do të thonë standarde që i përkasin një universiteti të mirëfillt, që universiteti mirëfillt është i bazuar në kërkim dhe mësimdhënia duhet rrjedh nga kërkimi shkencor, nëse vendoset ky standard dhe ky duhet të jetë
momenti kyç që duhet ta zgjidh ligji i ri apo amendimet e ligjit të ri. Kjo duhet zgjidhet dhe duhet rritet standardi dhe institucioneve duhet dhënë një kohë që të investojnë, se standardet nuk arrihen me dëshirë, po duhet investosh. Dhe ku duhet investosh? Tek pedagogët. Tani ju jeni vetë pedagog. Në rast se ne do vazhdojmë në Shqipëri të themi që kemi universitetet dhe kemi edhe pedagogë të cilët me ato pagë nuk jetojnë dot, gënjejmë veten. Ose do të pranojmë se ndryshe do të themi që kemi institucione pas arsimit mes. Jap mësim dhe i në shtëpi. Në qoftë se do të themi kemi universitet, atëherë do të krijojmë standardin. Dhe standardi fillon me pedagogun. Në rast se Shqipëria nuk do marrë më në fund një vendim. Nuk e të bën ligji këtë, po kjo është politikë bërje. Ligji nuk do thotë